Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Me vetëm një kokër aspirin do shpëtoni nga problemi që vuajnë gratë mbas të 40-tave. Nuk është nevoja të shpenzoni para për produkte bukurie të shtrenjta, kur ju mund të gjeni zëvendësues po aq efektiv dhe më të lirë në çmim. Kësaj radhe, ne do të ndalemi tek thembrat e çara, një problem i zakonshëm i shumë grave sidomos mbas të 40-tave. Çfarë ju duhet ju në këtë rast? 10 kokra aspirin, lëngu i një limoni. Udhëzimet: kokrat e aspirinës i shtypni derisa të bëni pluhur. Përzieni lëngun e limonit për të formuar një pastë. Aplikojeni pastën mbi thembrat tuaja dhe mbështilleni këmbët me një garzë qese plastike. Lëreni kështu gjatë gjithë natës. Kjo procedurë do t'ju ndihmojë që të hiqni qafe të gjitha qelizat e vdekura dhe do e bëj lëkurën tuaj më të butë. Çfarë ju duhet të përdorni për thembra të çara? Thembrat e çara mund të shkaktojnë një sër problemesh në jetën e përditshme, dhe këto duke filluar që nga vështirësitë në ecje, dhimbjet e këmbëve dhe gjithashtu aspekti estetik sidomos gjatë verës. Eliminimi i plotë i tyre gjithashtu është një problem më vete. Në shumë raste, ju duhet një ndihmë e specializuar nga një mjek dermatolog apo nga estetistja juaj. Gjithsesi, para se të arrini aty, ne ju këshillojmë që ju të përdorni një kurë shumë natyrale dhe efikase. Të gjithë ju mund ta përgatisni dhe ta përdorni pasi përbërësit me siguri që i keni në shtëpi. Vetitës butëse të vajit të ulliri dhe të mjaltit janë shumë të njohura tashmë, ndaj përfitoni sa më shumë prej tyre. Sipas ekspertëve, përbërësit që juve do t'ju duhen janë një limon, ujë, një grusht orizi bluar, 3 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe uthull molle. Përgatitja: si fillim zhyteni këmbët në ujë të ngrohtë me limon në mënyrë që ju t'i pastroni ato tërësisht nga lëkura e vdekur. Mbajini në atë mënyrë për rreth 30 minuta derisa lëkura juaj të fillojë dhe të zbutet dhe të pastrohet vetë. Më pas, përzieni pluhurin e bluar të orizit bashkë me mjaltin dhe pak uthull molle derisa të formohet pasta me të cilën ju do të fërkoni këmbët. Në fund, mos harroni të shtoni dhe 1 lugë vaj ulliri. Merrni pak në duar dhe filloni të bëni masazh në pjesën problematike tuajën. Në këtë pikë mund të përdorni edhe një gur pastrues për këmbët teksa i keni lyer ato me këtë pastë. Bëjeni këtë për disa minuta me radhë dhe shpëlajini këmbët dhe lëreni në ujë të vakët për 10 minuta të tjera. Më pas, merreni dhe nxirrini nga uji, thajini me kujdes dhe lyeni me vaj ulliri. Sipër mbështilleni me një qese plastike, mund të përdorni qese plastike kuzhine dhe futeni sërish në ujë të ngrohtë për 20 minuta të tjera, dhe më pas hiqni këmbët nga uji bashkë me qeset dhe lyeni përsëri këmbët me vaj ulliri. Bëjeni këtë të paktën një herë në javë dhe do të përfitoni thembra të buta në shumë pak kohë. Gjithashtu lyeni këmbët me vaj ulliri sa herë që të dilni nga dushi dhe çdo darkë kur ju të shtriheni për të fjetur. Sipas ekspertëve, në qoftë se keni probleme me thembrat e çara dhe nuk po gjeni dot shërim, nëse ju do të përdorni sodën e bukës, do t'i thoni lam të mirë thembrave të çara. Soda e bukës është një produkt i zakonshëm që të gjithë e kanë në kuzhinën e tyre, prandaj mos hezitoni ta përdorni, pasi soda e bukës ka veti antiseptike të cilat reagojnë kundër infeksioneve në thembrat tuaja. Përbërësit që do t'ju duhen janë 3 lugë gjelle sodë buke, 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja: filloni duke përzierë sodën e bukës me ujë të vakët dhe futi këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët të jenë zbutur mirë, pastrojeni ato me ujë, lëreni të thahen dhe lyeni këmbët me një krem tepër të butë.
Qarjet nga lëkurat e thata në thembra janë kryesisht një problem kozmetik, por mund të kthehen edhe në një gjendje të dhimbshme pasi lëkurat trashe dhe formohen kallo. Problemi është më i theksuar kur shoqërohet me skuqe, kruajtje, inflamacion dhe heqje të lëkurës. Thembrat e plasaritura munden që të jenë gjithashtu një rezultat i dehidrimit në atë pikë, ajri të thatë, dietës jo të shëndetshme, kujdesit jo të duhur të këmbëve, dyshemeve të forta, të qëndruarit të zgjatur në këmbë dhe këpucëve të papërshtatshme. Përveç kësaj, ka edhe kushte të tjera të cilat mund të kontribojnë në këtë problem, dhe këto janë ekzema dhe gjithashtu sëmundja e tiroides dhe diabeti. Nëse ju ndërmerrni hapat e duhur menjëherë, thembrat e qara munden që të parandalohen dhe të mos bëhen aq të këqija, saqë mund t'ju shkaktojnë dhimbje dhe madje edhe gjakderdhje. Ekziston një ilaç i cili është shumë i dobishëm sidomos për këtë gjendje. Merrni 10 tableta aspirin dhe griheni ato në pluhur të imët. Shtoni me 250 ml alkool për fërkim dhe lëreni 1 deri në 2 ditë. Çdo natë zhyteni një top pambuku ose garzë në këtë përzierje. Pastaj, fillimisht e ruani dhe e tundni mirë para përdorimit të aplikuarit në thembër. Mbështilleni këtë pjesë të këmbës me një rrip plastik dhe vishni një çorape dhe lëreni atë që të veprojë gjatë gjithë natës. Kur të zgjoheni, shpëlajeni atë me ujë të ftohtë dhe thajeni me peshqir. Më pas aplikoni pak kremë vaj për këmbët ose glicerin. Pas 10 trajtimeve, ju do të shikoni një përmirësim në thembrën tuaj. Për rezultate edhe më të mira mund të bëni eksfoliacion thembrave përpara se ju të aplikoni kremin e këmbëve. Gjithashtu, nëse keni thembra të qara, është e lehtë që ju të shpëtoni nga ky problem. Përdorni aloe vera. Substanca e cila përngjan me gjel nga gjethet e aloe verës është një lagështues i mahnitshëm që e shoqëron dhe e zbut lëkurën. Vetëm vendosni një gjetje të kësaj bime të mahnitshme në zonën e prekur dhe dhimbja juaj do të lirohet, sikurse edhe thembra juaj do të shërohet. 3 filxhan çaj me qumësht dhe 3 lugë gjelle sodë buke. Për këtë trajtim, duke përdorur qumësht të ngrohtë, kujdes me temperaturën e tij pasi mund t'ju djegë këmbët, por ai thjesht duhet të jetë i përballueshëm. Shtoni qumshtin në një legend të vogël dhe mbani këmbët brenda për të paktën 10 minuta. Hiqeni për pak minuta dhe shtoni sodën e bukës. Më pas, me ndihmën e një furçe dhëmbësh, fërkoni thembrat tuaja derisa të mbuloni plotësisht shputën dhe mbajini në qese për 30 minuta. Në fund, lajini thembrat tuaja me ujë të vakët. Ky trajtim duhet përdorur për të paktën 2 javë me radhë derisa ju të vini re ndryshimet e para dhe të shikoni se thembrat tuaja po shërohen ngadalë. Gjithashtu keni parasysh se thembrat e qara duhet të trajtohen me rregullsi dhe gjithashtu duhet të vishni çorape në mënyrë që këmbët tuaja të mos dëmtohen duke ecur zbathur nëpër shtëpi, si edhe të vishni këpucë komode. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.